Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një gjethe dafine i jep lam të mirë çdo problemi, ja sekreti si ta përdorni. Dafina është një pemë aromatike me gjelbërim të përhershëm që përdoret zakonisht si erëz në ushqime. Megjithatë, a e dini se kjo bimë, përveç se ka një erë të këndshme, është edhe e dobishme për shëndetin ton fizik? Gjethet e kësaj peme të pabesueshme kanë shumë veti medicinale, kështu që ju mund ta përdorni atë për shumë probleme, edhe në qoftë se e përdorni si vaj apo edhe si një bimë. Ndërkohë, këtu ju do të mësoni të gjitha përfitimet e gjetheve të dafinës. Ato pastrojnë zorrën e trash dhe gjithashtu që të soni nervat. Ato ofrojnë forcën shpirtërore dhe përkundërshtim. Ato lehtësojnë dhimbjet në kyçe dhe gjithashtu varicet. Ato heqin ëndjen, ato ofrojnë imunitet më të fortë. Ja receta për vajin e dafinës. Përbërësit e nevojshëm janë 30 gram gjethe dafine, 250 ml vaj ulliri. Gjëja e parë që ju duhet të bëni është që të bluani gjethet e dafinës. Më pas, vendoseni vajin e ullirit sipër gjethteve. Vendoseni përzierje në një kavanoz. Mbylleni kavanozin fort. Ju duhet ta lini kavanozin në një vend të errët dhe të ftohtë për 2 javë. Duhet ta shkundni her pas here. Kur të kenë kaluar 2 javë, kullojeni masën që rezulton dhe vendoseni në një enë tjetër të pastër me kapak. Kjo përzierje rekomandohet që të ruhet në frigorifer. Ndërkohë, gjethet e dafinës mbeten një ndër bimët medicinale më të efektshme, e cila ka vlerat e saj të shtrira për te gatimit. Këto vlera shkojnë duke përfshirë stomakun dhe deri tek veshkat. Këto gjethe fantastike kanë aftësinë të detoksifikojnë trupin, ngadalsojnë procesin e plakjes, përshpejtojnë procesin e shërimit, mbrojnë organizmin nga infeksionet, mbajnë diabetin nën kontroll, përmirësojnë shëndetin e zemrës, reduktojnë gjithashtu inflamacionin dhe nga ana tjetër rregullojnë frymëmarrjen, si edhe përmirësojnë tretjen, lehtësojnë nga reumatizma, luftojnë bronkitin, parandalojnë gripin e shumë të tjerë. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e së cilës është me zeu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminë C, vitaminë B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral që njihet për vetit në mbrojtjen e shikimit, por edhe në mbrojtjen nga sëmundjet e mushkrive. Dafina ka në përmbajtjen e saj nivel të lartë të mineraleve si bakri, potasi, kalcium, mangan, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi gjithashtu ndihmon në mbajtjen nën kontroll të nivelit të rrahjeve të zemrës dhe të tensionit. Hekuri është thelbësor edhe në prodhimin e qelizave të kuqe. Dafina dhe sistemi tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik, i cili ul nivelin e toksinave në trup dhe reagon ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjethteve të dafinës gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë një stomak të trazuar dhe zorrët. Dafina dhe frymëmarrja. Vaji i dafinës mund të përdoret edhe për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar në problemet me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vaj, mjafton që të zjeni ujë me dafinë dhe kështu të shfrytëzoni avullin, i cili do t'ju lehtësojë eliminimin e baktereve të rrezikshme të cilat gjenden në sistemin tuaj të frymëmarrjes. Por keni kujdes sepse vaji i dafinës i ndalohet gravesh atzëna. Përmirëson gjithashtu shëndetin e flokëve. Nëse do të përmirësosh shëndetin e flokëve dhe të heqësh zbokthin, atëherë përdor gjethe dafine. Lagji ato në ujë dhe fërko lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën tuaj të thatë. Dafina ka efekt anti-inflamator. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm.
Gjethet kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si parteneloid, i cili redukton një rritimi në zona të caktuara të cilat mund të jenë prekur nga artriti. Dafina gjithashtu ndihmon në zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që japin në zemrës tuaj forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Parandalon gjithashtu sëmundjet e këqija. Dafina mundet që të ndihmojë kundër ankthit dhe stresit. Dafina ka një efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si linalol, i cili është një element që ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj, gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësohesh edhe në momentet më stresuese. Dafina kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë një lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjethetve ul gjithashtu rrezikun e prekjes së diabetit. Vaj ulliri me gjethe dafine për të trajtuar varicet dhe dhimbjet të kyçeve. Përbërësit që juve do t'ju duen janë 60 gram gjethe dafine të njoma ose të thata, 500 ml vaj ulliri, mund t'i shtoni dhe rozmarin për aromë. Udhëzimet: së pari coptojeni dhe shtypeni gjethet e dafinës, hidheni në kavanoz qelçi dhe mbulojeni me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni në një vend të errët dhe të freskët për 14 ditë. Her pas here shkundeni kavanozet e qelçit në mënyrë që të lejohet përzierja e një trajçme. Pas 2 javësh shkollojeni lëngun me një nap të pastër. Vajin shërues futeni në një shishe qelçi dhe mbajini në një vend të ftohtë dhe të errët. Përdorimi: vajin me dafin mund ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni për të trajtuar ulçërën limfatike, migrenën dhe infeksionet e veshit. Në qoftë se ju keni dhimbje të forta koke, aplikojeni në të dy anët e kokës. Dhimbja do të ikë brenda pak kohe. Këtë vaj mund ta pini për problemet e stomakut, mëlçisë dhe oreksin. Mund të konsumoni një lugë gjelle në mëngjes esëll për 30 ditë. Kurën e përsërisni në rast se e ndjeni të nevojshme. Medafin kundër gripit. Këtë vaj ju mund ta përdorni edhe për të trajtuar rrugët e frymëmarrjes, por mund ta përdorni edhe kurën me avullin e lëshuar nga dafina, e cila hap rrugët e frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë gjithashtu zgjerrjen e 6 gjethéve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni atë në një nap të pastër dhe duhet të keni parasysh që ta kulloni dhe ta lini në një enë. Mbulojeni kokën me peshqir dhe mbajini fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke mbuluar kokën me një peshqir dhe duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Dafina gjithashtu përbën një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e thatë. Kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Në një tenxhere ose çajnik ne ju udhëzojmë që të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafinë. Pasi të kenë nxjerrë për 15 minuta, kullojeni lëngun dhe lëreni të ftohet. Lëngun hidheni në një tas qelçi dhe shtoni 6 lugë gjelle me sheqer kafë dhe lëngun e një limoni. Përzijeni mirë përbërësit me njëri tjetrin dhe lëngun futeni në një kavanoz me kapak, të cilin mund ta ruani në frigorifer për 7 ditë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!